Rreth 4.000 anëtar të PD-s Lezhë kanë të drejtë vote në atë që është konsideruar si referendum vot besimi për kryetarin e forcës më të madhe opozitare në vend, Sali Berisha. Procesi ka nisur dhe vijuar pa probleme në Selin Blu të Lezhës, ku i pranishëm ka qenë dhe drejtuesi politik i qarkut Gjin Gjoni. Partia Demokratike ka ardhur si parti e mendimit të lirë dhe padyshim që mendimet janë të pranuara dhe mendimet e kundërta. Deri në momentin aktual nuk kemi parë një reagim nga ana e antarëve të Partisë Demokratike në Lezhë dhe në degën e Partisë Demokratike Lezhë që të ketë shëndrim apo reagim kundër kësaj mënyre e cila po vijon të procedohet në ditën e sotme. Kështu që unë i bëj thirrje të gjithë antarëve të Partisë Demokratike të cilët nuk kanë marrë pjesë deri në momentin aktual të vinë pranë qendrave të votimit dhe Lezhë dega e Partisë Demokratike ka 2 poste të votimit dhe të vinë të votojnë dhe të shprehin qëndrimin dhe opsionin e tyre në lidhje me ata të cilët ata ndjejnë. Unë shpresoj dhe besoj që hapja e partisë dhe afrimi i figurave të reja në drejtimin e Partisë Demokratike do jetë një element i qëndësishëm dhe i domosdoshëm në mënyrë që të tërheqë edhe elektoratin e pakënaqur, por njëkohësisht edhe elektoratin ngri në mënyrë që të bëhemi forcë fituese në zgjedhjet edhe lokale, por edhe në zgjedhjet e përgjithshme. Demokratët në gjithë Shqipërinë votojnë sot për të votbesuar Sali Berishën, e cila është kandidatura vetme duke kthyer procesin në një referendum me 3 mundësi votimi, pro, kundër dhe abstenim.